Masdite ministra e natën vonë kandidat për kryetar të komunave të ndryshme në për Republikën e Kosovës, edhe është një gjëbe, hares është e qartë që pse do të një deputet i Republikës Kosovës me votu për një vegël të Albin Kurtit. Nëse unë jam interesu me votu... Nëse është vegël Albin Kurtit. është menësi Albin Kurtit, është po menën të që... Nënkretari partis. është nënkretari partis, njeri i Albin Kurtit, nënkretari i Albin Kurtit. Albin Kurtit është kretar, Glauko Njusa është nënkretar. Qka dallën Glauko Njusa për Albin Kurtit? Pra sështë figur ma e pranueshme për Pse dohet deputet e Republikës Kosovës mësë me votu Albin Kurtit e me votu Glauko Njusën? Ka pas deklarimet të partive të caktuara dhe deputetve të caktuar që po të propozoj Konjusa për kryetar të kuvendit do të gëzonte mbështetjen e 60.000 Për lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka rëndësi as pak emre cili vjen prej lëvizjes vetëvendosje, sepse nuk është problematik emri, është problematik mendësia e lëvizjes vetëvendosje, është problematike që lëvizja vetëvendosje është e dëmshme në këto momente për Republikën e Kosovës me mënyrën qysh ka qeveris gjatë 4 viteve të shkuara. Pra në asnjë formë nuk e votoni Konjusën për kryeministër. Jo, në asnjë formë Lidhja Demokratike e Kosovës është e qartë në qëndrimet e saj që i ka pas para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve, pas zgjedhjeve. Dhe nëse mendoni dhe vlerësoni që ky veprim i presidentes Vjosa Osmani është antikushtetues, a i bie që keni mundësi të dërgoni në gjykatë kushtetuese? Me pjesën e gjykatës kushtetuese merren juristët që në brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po unë mendoj që për me dërgu mandatarin edhe me aprovu presidentja mandatar, me mandatu Glauko Njusën për kryeministër të Kosovës, është dasht me i pas në nshkrimet, është dasht me i pas numrat që ja mundësojnë Glauko Njusës me qenë kandidat për kryeministër, e jo me u bë pjesë edhe presidentja Republikës Kosovës e një loje të Albin Kurtit, qysh me i shty zgjedhjet edhe disa ditë edhe disa javë. Ju më ofru bashkëpunim, pra kanë tentu t'i bëjnë numrat dhe ju s'keni pranu si subjekt politik të bashkëqeveristë. Ne kemi tregu qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë konsistent, që nga dita e parë ne nuk qeverisim me lëvizjen vetëvendosje, edhe në fushate kemi thënë këtë, ka qenë premtim elektoral i Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne nuk qeverisim me lëvizjen vetëvendosje. Kjo ka qenë e qartë që në fillim. Pas kësoj pike, ne kemi propozu qeverin e unitetit. Ku këta na shanin, na përqeshnin idenë e qeverisë të unitetit, e tash, mas i kanë kalu 8 muj, me blokim total, kanë ardhur në pikën e njëjtë, ku po propozojnë qeverit të unitetit, që të kalojnë disa ligje, të kalojnë buxheti, të kalojnë disa ligje të caktuara, e pasaj të shkojmë në zgjedhje. Kjo ka qenë ide e Lidhjes Demokratike të Kosovës në fund të prillit, kur krejt eksponentë e lëvizjes vetëvendosje e kanë kritiku e e kanë përqesh idenë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e tash pas 8 muajve kemi ardhur në pikën e njëjtë, ku këta po thojnë tash ku nuk ka asnjë teori, asnjë shans praktike me u realizu ajo për 2-3 muaj, me u realizu një qeveri e unitetit, nuk ka sens, nuk ka logjik, kështu që është absolutisht e pa logjikshme dhe kjo është veç një tentim me ble ko edhe është një tentim me, unë menoj që është edhe ofendim ndaj popullit Kosovës, për arsye që çdo 48 orë këta neve na kanë marrë ligjërata prej 15 prillit të gjithë eksponentë të lëvizjes vetëvendosje, prej kandidatët të tyre për kryeministër që është Albin Kurti, e secili deputet i lëvizjes vetëvendosje kanë dalë çdo 48 orë si poezi, si refren e kanë përsërit që ne i kemi